derisa them se në memorinë time më ka mbetur një porosi e babait tim që ai mbas një viti të asaj ndroi jetë. Më thotë, ore Jovan, ishte viti 1992-93, thotë, mundi kjo se ti kërkon të ikësh familjerisht. Po ku mendon të vesh tjetër? Po të shikoj, thash, nëse kam në gjë. Po unë them, tha, shkon në Greqi, tha, se i kemi fqinjë, jemi lidhje me tokë, me ajër, dhe afërsisht sa dy popull tanë kanë një psikologji. Po unë kam thënë një porosi, po ta thua që thashë. Tani 3 dimtë tu më thotë, kanë lindur një rritu këtu, po vazhdojnë se dimet e lartë, atje din në gjimnas, ata e din gjuhën shqipe tjera. Po ata do mërtonën të bëjnë fëmijë, po s'do bëhet me fëmijët e tyre, thotë, kur ti do ishtë në emigracion. Po qa më s'bëhet i thashë, po të di mësosh gjuhën shqipe, tha, gjuhën tonë, gjitha. Edhe kjo më mbeti si një amanet i babait. Edhe them drejtë në Zotë Shpëtim, kur kam ardhur këtu s'ma festoj 30 vjetorin, më bëri përshtypje një fenomen, një dukuri, që ishte shumë emergjende për të marrë parasysh. Kishte fëmijë shqiptarës që i përdorosin si lipsa. I vendosjen në stacionet e trenave, ullu, i hipshin në për autobusa, në për trolla, në Ballaqi. Po kishte edhe nga ata që i përdorin edhe si lipsa. Nuk bësh fjalë në ato vite për gjuhën shqipe. Edhe emigrantët shqiptarë që ishin këtu, kishin një ngërç, sepse në shkollat greke vinin vetëm ata fëmijë, prindërit e të cilit kishin një letër bakalli nga policia, ndërsa fëmijët e të tjerëve nuk pranoheshin dhe vazhdonin mësimin në gjuhën greke. Kështu që duke parë këtë gjendje, unë edhe një grup shokësh në ato vite, zonjat të nderuara, unë lodhëm edhe bisedum thanor, ne jemi mësues, ne jemi prindër, por ne jemi edhe gjysh, çdo të bëjmë për këta. Edhe arritëm aty ku desa të përgjigjen pyetjes suaj, që ne krijuam një bërtham me 10-15 mësues fillimisht, pastaj e zgjeruam, dhe eram dakord që të organizohemi pikërisht ne mësuesët që ishim dhe kompetent, në bashkëpunim me prindit dhe me gjithë faktorët e tjerë, ambasadën që në atë kohë këtu ishte një ambasador shumë i nderor, zoti Kasiot Robo, dhe vendosën që të organizoni dhe mundu bëm realitet, krijuam lidhje në mësuesët shqiptarë në Greqi. Masi u deklaruam themelimin e saj në 7 mars 1998, ne e reklamuam dhe u mirëpritëm nga shteti shqiptar, nga ambasada, nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, por edhe nga Ministria e Arsimit. Po ajo që desa theksoj se në takimet që morëm neve paka shumë me disa personalitete nga Ministria e Arsimit në Greqisë, ne na çuditi fakti se edhe ata e mirëpritën dhe na thanë mirë bëni. Kështu që e nisëm me hapjen e disa kurseve në fillim e 7-8 fëmijë, me 10 fëmijë, regjistruam mësuesët që ndokush që edhe mund të habitet kur të them që lista jonë vati gati 465 mësues që ishin gati të merrsin për sipër, si thuash, si mund ta them, këtë aksion urgjent që fëmijët e shqiptarëve të mësonin gjuhën shqipe. Ne punën e filluam që në vitin 1995-96, 97 ndodhën ngjarjet në Shqipëri, nuk mundëm ta deklaronin formimin tonë të konsoliduar, atëherë u detyruam në një moment që të zije dhe në 7 mars, ditën e mësuesit të vitit 1998, ne deklaruam themelimin e lidhjes së mësuesve shqiptarë në Greqi, të cilën dhe e ligjëruam. Me sa mësues? Fillimisht, si mësim dhënësa, ne arritëm deri ke 25-26 kurse. Në Selanik, kur qëtë kursi parë në vitin 2001, dhe më vonë në Athinë, në Patra, në Korinthi, në Volos,
në ishullin Kleta, ndërsa sot do të përdor një shprehje në thonjza për sa i përket shpërndarjes të kurseve tona në Greqi, ne e kemi pushtuar të gjithë Greqinë. Në Athinë janë mbi 21-25 kurse, në Patra e shkolla në Infrashri, ku atje nga 10 mësues, në Kreta, thuajse janë gjithë qytetet, në Selanik po brenda bazën në fshatra, në Volos po kështu, në Korinthi, në disa zona të thella në Peloponez, ku para disa ditësh u inaugurua një klasë e re, po dhe në qytetin Komotenik, që është në kufi me Turqinë, edhe atje është një mësuese dhe një klasë që ka hapur një kurs model. Pra, por them se nuk jemi ende të kënaqur, sepse pretendojmë që numri i fëmijëve që ekziston këtu është aq i madh sa që për sot ne mund ta përballojmë me atë që themin e kuadrit mësues. Por jo të gjithë janë të ndërgjegjshëm që fëmijët e tyre të bjerë në këto kurse për të mësuar gjuhën shqipe. Interesi është rritur shumë. Unë po marr për të thënë një të vërtetë se për shembull në Patra janë gati 7-8 mësues shkolla në Infrashri. Atje ku është zoti Iliasa e Kristiana e të tjera. Më thënë atje është një numër shumë i madh nxënësës. Thuajse një numër të madh nxënësës që është në Patra ose në organizatën Jeta, ku është presidente e zonja Elona Kataro, që edhe ajo ka 7-8 mësues, do ta kenë zgjedhje shumë qytete ose zona të populluara në Shqipëri. Pra, kësaj pune kemi hyrë seriozisht. Por ka dhe mësuese që janë paralel. Jo një kurs, po 3 kurse ka hapur mësuesja Lefteri Medra. Më thënë është bërë një promotor i kësaj pune. Kështu që edhe mësueset të tjera, unë gjej rastin këtu që në këtë të drejtë që më dha edhe ndjehe mirë që flasë përpara jush, që mësuesët kanë një gatishmëri të jashtëzakonshme për të bërë, si thuaç, edhe një herë në krye të kësaj detyre si dikur dhe për t'i moshur klasat në sa më shumë fëmijë. Kjo është gjëja më e mirë dhe unë e përgëzoj këtë. Ndërsa si vjet, puna ka filluar më mirë se herët e tjera. Unë gjej rasti që të përshëndes shtetin shqiptar, sepse vitet e fundit janë realizuar disa kërkesa që ne kemi patur që në ditën e themelimit të lidhjes mësuese në 1998. Njëra për të cilëve ishte plotësimi i nevojave për libra nënsimore, gjë që ky problem është i zgjidhur plotësisht. Po problemi tjetër që ngritëm neve ishte që mësuesët duhet paguhen. Kemi vite që e kërkojmë dhe për fatmirësisht viti 2024 kjo u realizua nga Ministria e Arsimit. Kështu që jemi në rrugë të mbarë, mësimet kanë filluar, shkollat i kanë hapur dyrë, përkundrejt një ceremonie fillimi që bëhet që shumë modest, është një ditë festive, por edhe dita e mbylljes së vitit mësimor përsëri është një ditë festive, një ditë suksesi. Kemi mësues shumë të përgatitur, unë njoh personalisht të gjithë zonjat dhe zotërinjt, e janë në arsim për katës, janë të përgatitur nga ana pedagogjike, nga ana metodike, nga ana shkencore, janë në rolin e nënës së dytë ose të prindit të dytë. Pra, të gjitha këto janë pjesë që na bëjnë optimist. Ne kemi marrë pjesën në gjitha seminaret
që organizon Ministria e Arsimit e Shqipërisë dhe Ministria e Arsimit e Kosovës, bëhet një punë e mirë dhe nga Drejtoria e Botimeve në Shqipëri për këtë punë, edhe nga ambasada shqiptare, kujdesi është në shkallën më të lartë. Kështu që e gjithë kjo përvojë, si thosh, shërben që mësuesi në orën e mësimit tjetë shumë i përgatitur. Pastaj në ambientet shkollore përkujtohen në mënyrën më të mirë, më të bukur, më tradicionale festat tona, si festa e çlirimit, festa e shpalljes flamurit, festa e mësuesit, festa e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ne kemi lidhje në të gjithë kolektivat mësuesisë, personalisht nuk kam lidhje, jo vetëm me këta që janë këtu, por edhe në Europë dhe në Amerikë bëhet një punë e jashtëzakonshme për këtë. Pra, si thosh, është ndezur ky zjarr dhe nuk është për të shurmë. Unë i uroj të gjithë nxënësve emigrantë, jo vetëm në Greqi, po kudo që kanë emigrantë shqiptar, të gjithë mësuesve, jo vetëm në Greqi, po kudo ku janë shqiptarë në përbotë, si edhe të gjithë ata prindër që e kanë marrë seriozisht mësimin e gjuhës dhe të kulturës shqiptare, dhe synimi jonë, boshti jonë është ky. Ti mësojmë fëmijëve që ata ta flasin pastër gjuhën shqipe, ta shkruajnë bukur gjuhën shqipe dhe ta lexojnë bukur gjuhën shqipe në hapësirën letrare. Ky është objektivi jonë. Këtu synojmë ne edhe kemi patur goxha sukses.